zgjidhet kryepiskopi i ri i Kishës Ortodokse Shqiptare, Johan Pelushi. Sinodi i Shënë i Kishës Ortodokse Shqiptare ka zgjedhur Johan Pelushin si kryepiskop i ri i Kishës Ortodokse Autokefale Shqiptare. Këmbëtarët e kishës kanë rënë në Tiranë dhe qytete të tjera të vendit duke njoftuar lajmin për zgjedhjen e Johan Pelushit si pasues të të ndjerit Anastasi Janullatos. Momenti i shpalljes së kryepiskopit është pritur me lot dhe emocion, ndërsa 29 mars bëhet zyrtarizimi me një shërbes të veçantë frymëzimi. Me porositë dhe duke i bindur vullnetit hyjnor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do zbatoj me devotshmëri detyrën time, do respektoj traditën e shenjtë dhe do përpiqem me forcë të mbroj të drejtat e kishës i vetëdijshëm për peshin e kësaj përgjegjësie. Lutem Krishtit themeluesit të kishës të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision. Me dorën time nënshkruaj këtë zotim, lutem që Perëndia ta mbrojë gjithmonë kishën tonë, tha im Zot Johani. Pas Anastasi Janullatos, që mbylli sytë për gjithmonë, sinodi i shenjtë zgjodhi Johan Pelushin mbikëqyrës të mitropolitit Tiranës, Durrësit e Shqipërisë. Ai ka lindur në Tiranë, në moshë të re, është konvertuar nga Bektashinë ortodoks, më pas ka ndjekur studimet në SBA, ka qenë drejtor i seminarit teologjik në Durrës dhe që nga viti 98 shërben në Korçë. Në një intervistë të vitit 2013, kur është pyetur për insinuatat dhe sulmet ndaj drejtuesve të Koashit për raporte me Greqinë, atë Johan Pelushi është shprehur se vazhdimisht jemi sulmuar shpesh pa të drejtë, çdo ditë na vjedhin kisha dhe shpesh kemi heshtur. Akuzat në pjesën më të madhe ngrihen mbas thashëthemeve, në kishë nuk mësohet greqisht siç pretendohet. Një fakt i tillë vjen vetëm për zonat minoritare, është e drejtë e tyre të mësojnë në gjuhën e tyre. Ai ka përkthyer një numër librash në shqip mbi shpirtin e shenjtë, botuar në vitin 96, Besimi ortodoks, vëllimi i parë, doktrina botuar në 97, besimi ortodoks, vëllimi i dytë, adhurimi në 97, besimi ortodoks, vëllimi i tretë, shkrimi i shenjtë dhe historia e kishës, botuar në vitin 2000, besimi ortodoks, vëllimi i katërt, spiritualiteti, botuar në 2002, Shën Siluani, botuar në 2003, dogmatika, dispens tekst mësimor në Akademinë Teologjike, shenjtorët iliro shqiptar, dispens me 9 predikime. Gjithashtu mitropoliti i Korçës Johani ka botuar artikuj të shumtë në gazetën Gjallja, ku është referuar kontesa në për simpoziume shkencore brenda dhe jashtë vendit, duke përfaqësuar me dinjitet Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë me kujdesin e tij deri në qarkullim dhe revista Tempulli.